Ka përfunduar Asambleja Përgjithshme Zgjedhore e Shoqatës Rajonale të Futbollit Shkodër dhe me vota unanime është zgjedhur kryetar Rishtas për herë të dytë Lazar Matia. Urime zoti Matia. Faleminderit. Asambleja e radhës normalisht ishte edhe asambleja zgjedhore sepse ishte edhe marrimi i mandatit katërvjeçar për kryetarin e shoqatës edhe për përfaqësues të shoqatës në asamblenë e përgjithshme të Federatës Shqiptare të Futbollit. Rizgjedhja si kryetari i shoqatës normalisht është një proces jo i kollajt sepse zgjidhet drejtimi i shoqatës rajonale të futbollit Shkodër për katërvjeçarin e ardhshëm. Dihet që shoqata jonë më lën një jurisdiksion jo të vogël me 4 qytete që marrin pjesë në shoqatën tonë. Një numër i madh fëmijësh, përgjegjësia është jashtëzakonisht e madhe, por ajo që është për të theksuar, sepse ndryshe nga mandati i parë si kryetar shoqatës, ky mandat ishte një proces krejt ndryshe, proces shumë i qetë, transparent, të gjithë njerëzit të sportit, të bazës, por jo vetëm, në mënyrë unanime propozuan emrin tim për kandidat për kryetar të shoqatës rajonale të futbollit Shkodër për katërvjeçarin e ardhshëm. Duket në pamje të parë se është një privilegj, por unë nuk e marr ashtu, pavarësisht besimit dhe vlerësimit që këto shoqata më kanë bërë. Unë e shoh si përgjegjësi shumë madhe sepse shoqatat ta kanë dhënë besimin, kanë dhënë mbështetjen maksimale, kanë propozuar gjitha shoqatat, kështu që ky mandat mendoj që duhet të jetë mandati i besimit të këtyre shoqatave që ne të punojmë më shumë, të shfrytëzojmë maksimalisht njohuritë tona, përvojën që kena ndër vite, përvojën e fituar gjatë këtyre mandatit të parë, që shoqata rajonale e futbollit Shkodër të jetë model Shqipëri, jo vetëm nga numri, por edhe nga cilësia, sepse e dim se cilin qytet dhe cilin rajon përfaqësojmë. Cili është prioriteti i punës së Lazar Matias në katërvjeçarin e tij? Prioriteti jo i kryetarit ose i Lazar Matias, por i cili do që do drejtonte shoqatën rajonale të futbollit Shkodër, mbetet rritja e numrit të fëmijëve, sa më shumë që të ushtrojnë sportin e futbollit. Por sfidat në futbollin e bazës janë shumë të mëdha, sidomos ajo infrastrukturë që mbetet edhe themra akile, sidomos për shoqatën tonë, sepse jemi në shoqatat e paktën në Shqipëri që nuk disponojmë as edhe një fushë me bar sintetik, edhe fushat që janë në përdorim nga shoqatat tona janë të një cilësie jo të mira dhe jo të përshtatshme, gjatë cilën ne kemi evidentuar dhe kemi theksuar në të vazhdueshme. Sfidat tona janë këto dy metën, rritja e numrit të fëmijëve, vajza dhe djem dhe infrastruktura. Ne do të bëjmë pamujtjen që të inkurajojmë bizneset, shoqatat, por edhe bashkëpunimin me pushtetin vendor, edhe të bëjmë presionin në thojza për mirë që pushteti vendor të bëhet pjesë e zhvillimit të futbollit bazë, sepse pa mbështetjen e tyre edhe shoqata ka të pamujtën, sepse fondet janë ato që janë të limituara dhe vetëm nga Federata Shqiptare e Futbollit. Prandaj objektivi jonë kryesor mbetet përveç projekte të tjera që ka shoqata në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, është bashkëpunimi me gjitha shoqatat që të rrisim numrin e fëmijëve dhe të përmirësojmë infrastrukturën sportive. Zoti Matia, përqendruar tek fushat dhe tek infrastruktura sportive, kemi hyrë në vitin 2026 dhe vitin tjetër në Shqipëri dhe edhe në Shkodër paktën përflitet që do zhvillohet Europiani 21 vjeçarëve. Nga Bashkia Shkodër paktën deri këto momente nuk është ndërmarrë asnjë hap për ndërtimin e asnjë fushë. Shoqata rajonale e futbollit ka bërë ndonjë kërkesë pranë bashkisë, pranë institucioneve lokale për të nisur punën, për ndërtuar dhe që mos largohet një kompeticion i rëndësisë veçantë nga Shkodra? Përmasat e kampionatit evropian për ujësit e njëshin i kalojnë kompetencët e shoqatës rajonale, sepse është një aktivitet shumë i rëndësishëm. Ato janë aktivitetet nivelit shumë lartë të UEFA-s dhe të Federatës Shqiptare të Futbollit, por duke qenë se Shkodra është një ndër qytetet e përzgjedhura që ky kampionat i rëndësishëm evropian të jetë edhe Shkodra pjesë e organizimit të ndeshjeve, kërkon infrastrukturë. Normalisht ne nuk e kemi bën takimet ose edhe bisedat me pushtetin vendor në lidhje me ujësit e njëshin, sepse janë instanca të tjera ato që ndërhyjnë te kjo, por ne kemi bën në mënyrë të vazhdueshme, jo kërkesë, por takime të vazhdueshme që të mbështetet futbolli me infrastrukturë për moshat, gjatë do të shërbete edhe futbolli profesionist, por edhe aktivitetet që Federata ose UEFA zhvillon. Kështu që ne jemi në këtë linjë që të bëjmë pamujtje që të investojmë për infrastrukturën sportive. Normalisht aty
Qose infrastruktura është e përshtatshme, normalisht duhet të shërbet edhe kampionatit evropian. Por është një temë që mund të zërohet nivelet tjera, kështu që për shoqatën tonë mbetet gjithmonë ndërtimi i infrastrukturës për të shërbyer ekipeve të moshës, se nuk janë pak se janë, si thash edhe më përpara në asamble, po kalon numri 2000 fëmijëve që ushtrojnë sportin e futbollit në shoqatën tonë dhe infrastruktura është një problem jo i vogël. Si president i suksesshëm i vllaznisë së futbollit femra, disa vite radhë kampion i Shqipërisë, i provoj pozitive tashmë si drejtues i shoqatës rajonale, mandati i dytë. Mendoni që ndikojnë pozitivisht njëra me tjetrën, këto dy suksese? Patjetër që kanë lidhje, kanë ndikim, sepse është një përvojë e gjatë, përvoja me ekipin e futbollit të femrave, por është ndryshe futbolli bazë, futbolli i fëmijëve, sepse ketë bashkë me moshat vogla, ketë bashkë me akademi që janë në proces të ndërtimit, proces të rritjes tyre, kështu që kanë lidhjet përbashkë, kanë pasionin, kanë dëshirën, kanë përvojën që është fituar në vite, dhe kjo përvojë normalisht që ndoshta edhe shoqata që më kanë propozuar mua i ka bindë që ajo përvojë e mirë me ekipin e futbollit i shërben edhe shoqata. Mendoj që përvojën e kena, mbështetjen e kena marrë maksimale, dashamirësia nga gjithë, ne do të bashkëpunojmë dhe do të jemi transparent për çdo gjë që do të bëjmë si shoqatë, sepse ne përdorim shpesh që ne kemi shoqatën, zyra shoqatës rajonale, por ajo zyra shoqata rajonale faktikisht dhe zyrën e shoqatës rajonale tonën do ta kthejmë në zyrën e shoqatave, sepse kështu mendojmë do t'i shërbejmë më të smirit edhe fëmijëve të rajonit tonë. Për një ecuri të suksesshme të shoqatës tuaj, natyrisht se ka shumë rëndësi mbështetja e Federatës Shqiptare të Futbollit. Si janë raportet me këtë institucion dhe me presidentin Duka? Shoqata rajonale e futbollit në Shkodër në mënyrë të vazhdueshme e ka propozuar zotin Duka si president federatës dhe ka qenë e para te kjo, kështu që marrëdhëniet nuk kanë nevojë për diskutim. Presidenti i federatës është presidenti i gjitha shoqatave dhe gjithë futbollit shqiptar, kështu që marrëdhëniet janë me gjithë shumë të mira, por ne kemi atë privilegjin sepse që në mandatin e parë Shkoda ka propozuar vazhdim ta mbështesë. Kjo nuk do të thotë që janë punë të zgjidhura, ne do të punojmë se kjo mbështetje që ne japim ose edhe reciprociteti që na kthen federata ne do të përkthehen në punë në terren, sepse fjali më herë dhe puna është e çmjet, kështu që ne kemi mbështetje maksimale nga Federata Shqiptare e Futbollit për gjitha projektet, të gjitha nismat dhe të gjitha ato projekte që shoqata rajonale e futbollit Shkodër mendon që i shërbejnë futbollit bazë. Shumë kush po diskutonte gjatë asamblesë sepse Lazarmatia është një Armando i dytë për futbollin shqiptar, për veriun shqiptar, duke pas parasysh sukseset e Armando Dukës dhe Lazarmatia për Shkodrën dhe rajonin shqiptar. Po s'kemi pse hekun paralele mes askërkujt, ne jemi kryetari i shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, vlerat e presidentit Federatës Shqiptare të Futbollit dihen tashmë, ata janë edhe në kuadrin e UEFA-s e FIFA-s, kështu që urojmë që mos ta marrin këtë presidentin FIFA UEFA, sepse pozicionet e rëndësishme që ka FIFA në UEFA mund ta tërhequn edhe atij, kështu që kontributet edhe paralelizmat mendoj që janë dukshme, kështu që presidenti i federatës është një figurë shumë e njoftun, figurë që i ka dhënë shumë futbollit shqiptar, vetë propozimet nga antarët në mënyrë vullnetare të paimponueshme e bën këtë president ndoshta më i gjatin edhe më të suksesshëm në historinë e sportit dhe të futbollit shqiptar. Sukses. Faleminderit për jush.